arrin do të bësh një ekuilibrim të kohës, ekuilibrim të asaj që i takon fëmijëve dhe asaj që i takon ledianit, si ledian dhe asaj që i takon pacientit? Me të drejtën Kenti, unë më duhem që pak në kohë që ngjet për te spitalit, të angazhohem me familjen, por duke që se mbuloj onkollë si më thonë spital, jo publik, ndodhe shpesh që më thotë goca, për që thotë për nuk ka doktor tjetër në spital. Kjo është e që mbret, si më thonë. Unë jam i bindur se vajza jote dhe fëmijët e tu, kur të rriten, do ta kuptojnë që ka një bab që i gjendet gjithve dhe që njerëzit e duan dhe vlerësojnë për atë punë të madhe që bën, por në këtë botë çdo njeri, ju dini shumë mirë, është deri diku misionar. Dhe misioni është raport me Zotin për atë gjë që ne kemi marrë si detyrë për ta çuar përpara. Edhe kjo gjë edhe me kosto, kjo gjë edhe me dhimbje, a do arrim të mirë kuptohemi siç duhet nga familjarët tanë, kjo është një gjë që e shpresojmë që të ndodhi, por nga ana tjetër ne e dimë që kontributi me shpëtimin e një jete është si të shpëtosh gjithë njerëzimin.